Duhet të presim zonjën presidente për hapat e më të tjeshëm. Unë besoj që ka qenë mirë të ishim kursyer së paku nga zgjedhjet në dhjetor. Nëse si dalim do të shmangim zgjedhjet në prill, atëherë së paku në dhjetor të mos i kishim. Me qenë se tash, ju e dini të gjithë ne jemi të përqendruar shumë tek balotazhi në komunat ku marrim pjesë, por nuk është në dorën tonë. Besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është e pakrahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim i jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovës në kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjeni, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe ejani në konkluzion, mbase edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëj me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashkë, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, së në pyetje interesat. Tash, lëvizjeve të vendosin qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjërat mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi im. Qëllimi im nuk ka qenë t'ja u prishja atyre pazare dhe kumarit.